I referohet një sulm nga Izraeli apo nga Irani? Jo, Dilber, gjë sulmet nga Izraeli për Turqinë janë, unë e shoh totalisht pralla, është e pamundur, pavarësisht se janë konsum shumë i dobishëm dhe shumë me kalori shumë të mëdha për politikat e mbrëmshme qoftë të Turqisë por edhe të Izraelit, sepse ishte nëse ju kujtohet pa në debatuar edhe shumë, domethënë pa në folë edhe shumë së bashku, Dilber që u filloi lufta turko-greke, çfarë lufte turko-greke? Domethënë janë disa lufta imagjinare, disa fantazi që as mendja nuk mundet me i pa menuar. Pastaj bisede ja 2-3 muaj më pas Mitsotakis se erdhi në Ankara. Po pra edhe kështu është, se një gjë, Turqia është i vetmi vend musliman që është garanci për qenien e Izraelit. Domethënë është i vetmi i pari që ka qenë. E dyta, Izraeli nuk ka asnjë asnjë problem me Turqinë. E treta, Izraeli ka më shumë se gjysmën e popullsisë ka qytetarë turq. Se kanë aq problem domethënë me Ankara dhe ashtu, atëherë të nxjerrin atë ligjin që i patë nxjerrë Shqipëria dhe gjithë bota nëse një shtetas i jote shkon e lufton me ISIS-in, atë kujtohet atje, po, tash e dihet e gjithë bota din që ushtria, qeveria dhe populli i Izraelit ka bërë gjenocidin më makabër, domethënë krimet më njerëzore kundra njerëzimit të pambrojtur, pra është bërë tani në Gaza, pra thonë gjithë populli, shumica e popullit të Izraelit, ushtria, qeveria, gjitha, atëherë pra Turqia mëse pas ka kaq problem të madh Izraelin që kanë luftë, po, ata miliona Izraelit a janë shtetas të shpo, hajde të fusin prapë se shkojnë në luftojnë atje vrajnë krime. Pra këtë janë në thojza janë pralla. Janë për influenca mediatike, janë për të rëndësishme për edhe me patjetër, edhe për politikat e mbrëmshme qoftë për Benjamin Netanyahu, qoftë për Recep Tayyip Erdoganin, sepse ku pa filluar lufta në Gaza, pas disa në Gaza ishte viti, kishte kalu 6-7 muaj, një vit, tam fiks nuk e kujtohet, po më kishte kalu gati një vit dhe Turqia, pra ushtria turke dhe ushtria izraelite, në umbredhën, në mikpritjen e Alijevit të Azerbajxhanit ka bërë një marrëveshje për mos konfliktim, pra mos muzimin njëri tjetrin. Dhe kjo është marrëveshje zyrtare, kjo nuk është e fshehur pasur çfarë cili kush do ta sulmojnë. Atë që thot presidenti zoti Erdogan që ne jemi të gatshëm, pra nuk ja lëm zotit më, po jemi, domethënë nuk ja lëm kaderit më çat ke shkruar zoti, po ne jemi të gatshëm për çdo gjë, është për ato që mundohen të bëjnë spekulime apo të bëjnë sabotazhe kundër Turqisë, sepse automatikisht domethënë që Izraelit mund të levërdizi, mund të jetë shumë pozitive për Izraelin nëse Turqia futet në luftë. Është super perfekt, sepse kush lufton nuk fiton kurrë. Dilber, të gjithë humbin atë që luftoj. Dhe sidomos kur është në brektat, në fushtate, në bashkëtate. I vetmi që fiton nga këto është Amerika, sa mijë kilometra ka larg domethënë të lufta që ndodhen në Rusi, në Ukrainë, në lindjen e mesme, në lindjen e largët në Afrikë, sa mijë kilometra ka larg, ai merr të gjitha nimetet e luftës. Por kur aty ku djegët te Bashkia, ku djegët shtëpia nuk ka fitues, domethënë as Izraeli, as ato. Dhe Turqia domethënë tregon atë forcën, pra tregon forcën për ata që mund të bëjnë sabotazh. Por ky është do ta shohim Dilber edhe nga ana e një mesazhi të NATO-s për Rusinë dhe Kinën dhe Indin që tashmë India është detyruar dhe po vjen me kokë ulur pranë NATO-s dhe Europës, por një mesazh për Rusinë që edhe Rusia nuk ka ngel më, domethënë që ajo për ruar me nerë, domethënë vetën vetë do të marrë Rusia, por edhe Kina gjatë mënyrë. Në 2 minutat e fundit edhe një pyetje kam. Kemi rrezik në këtë apo jo, sepse së fundi kemi parë edhe një hartë të interesave amerikane në Ballkan dhe në Europë, por edhe rrezeja e veprimit të mundshëm nga kapacitetet ushtarake të Iranit, pra raketë balistike etj. Ka pas debat sapo nisi lufta atje, debati në Tiranë ky ishte, ana prek ne apo jo. Po së pari duhet kalojmë nga Turqia, kështu që ju jeni atje. Është për konsum të mbrëmshëm, është për konsum bilet të lloj strategjisë sponsorizohen shumë nga qeveritë, domethënë nga qeveritë dhe nga inteligjencat e qeverive, nga propaganda e qeverive, pra domethënë që propaganda e zotit Rama, po ashtu edhe e Turqisë, po ashtu edhe e Greqisë. Një radhë parë që të bombardohemi ne, pra të bombardohej Shqipëria, ja e pamë në Turqi. Dhe ishte Turqia në antare e NATO-s, pra nuk e kanë eliminuar bombat apo radaret e Turqisë, por të NATO-s. Domethënë, ajo nuk ka hyrë kurrë, pra domethënë jemi në fund Turqisë atje në lindje, në jug lindje të Turqisë, pra që kemi Kiprën, që kemi Greqinë, kemi Bullgarinë nëse i bjen këtej sipër, domethënë kemi gjithë këtë Turqinë nga deti i Zi, kemi Bullgarinë, Romaninë,
që janë në NATO dhe nëse ja arrin të vijë atje, po atëherë le të vijë, le të bëjmë gjithë shkruan e hi, domethënë nëse ka arritur Irani, që Irani dihet se sa forcë ka. E dyta, po të gjëra të tilla mund të ndodhin. Si mund të ndodhin nëse NATO tashmë iku, po u zgju më nesër gjithë dhe tha NATO mbarova punën, eliminova çdo gjë, nuk ka dhe gjithë ata që kanë armë do t'i marrin për vetën e vet. Pra atë na skemi dhe s'na mbron kush dhe Turqia jam i sigurt, Greqia jam i sigurt që nuk do të hulli një antiraket për të na shpëtuar ne. Për shembull, apo Serbia. E treta është që perandori, forca më e madhe kësaj bote, imperializmi që e quajnë komunistët, është Amerika dhe tashmë duket e qartë, duhet ta pranojmë këtë realitet që për dekadat e ardhme, domethënë nuk kemi sistem multipolare, duepolare, tripolare, kemi një sistem i cili është Amerika, sepse të gjithë ulën kokën nga ignorancat, nga mos strategjia e Kinës, e Rusisë, janë të fortë, jemi të bëjmë ashtu, tash nuk po ruajnë dort me nerë, më thon veten e vet. Dhe kjo është strategjia e Amerikës. Kurse Irani u dinte se sa ka, por nëse Irani arrin ta mposhtë, domethënë Izraelin, pra t'ja ul kokën Izraelit dhe ta dënoj për ato krimet që se tha pa më parë, që janë krimet më makabre që janë bërë nga njerëzimit në Gaza, ja arrin t'ja ul kokën dhe, atëherë do të kemi një paqe me të vërtet në rajon. Por nëse Izraeli vazhdon nuk do të kemi, pra pas Iranit do të kemi vende të tjera, sepse qenia e Izraelit është vetëm bijetesa me gjak dhe me terror. Kjo e ka vërtetuar kjo. Kurse për ne Shqipëri, jo, mos keni frikë fare për atë punë, sepse nëse do të arrisin, domethënë, nga Irani mos keni frikë fare, se nuk e ka aq forcë Irani, se të kishte aq forcë Irani nuk do shkonte në këtë gjendje, Dilbert. I meçur, i urtë nuk shkon në këtë gjendje. Ja shkon si çfarë gjendje shkoi Rusi, çfarë gjendje shkoi Irani, ata që janë forcat më të mëdha, edhe Kina që ka dekada që ka miliarda investime, domethënë në Venezuelë, në lindjen e mesme, në Lirin Persik, ai ikën të gjitha tashmë kalon në dorën e Amerikës. Edhe Rusia, të gjithë domethënë kishte mesdheun, kishte atje ku është tash Rusia. Pra, Irani duket se ku është Irani, por ne tani domethënë nga ana politike dhe gjeostrategjike dhe jo nga ana humane, sepse çdo njeri që vdesin ku dihet mirë që edhe në këtë luftë ka filluar me një krim kundër njerëzimit, të cilat 160 e sa fëmijë vajzë, një shkollë vajzash është eliminuar pra nga ushtria e Izraelit dhe Amerikës, e cila kjo është e pafalshme. Domethënë në njëjtë gjë me bë edhe dikush tjetër tek Izrael apo kudo tjetër, janë të pafalshme dhe kanë krime shumë të rënda kundra njerëzimit. Sokolon, falenderoj shumë për gjithë informacionet që ju dhat dhe analizën për situatën atje. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë. Gjithashtu, faleminderit.